Jemi rikthyer, të tjera detaje dalin nga tragjedia e familjes Kola në Itali që tronditi jo vetëm komunitetin atje, por edhe vendin ton. Mbrëmjen e të mërkurës, 4 anëtar të familjes Arti Kola, 44 vjeç, bashkëshortja Jonida, 48 vjeç, djali Hajdari, 22 vjeç dhe vajza Jessica, 15 vjeç, humbën jetën nga monoksidi i karbonit në banesën e tyre të re në lagjen Ruggi. Sipas asaj që raportojnë mediat vendase në Itali, djali i familjes Hajdari kishte telefonuar numrin e emergjencës 112 në orën 19:58 dhe ishte lidhur me 118-ën duke thënë motra ime po ndjehet keq. Telefonata zgjati 11 minuta, por gjatë saj Hajdari humbi ndjenjat për shkak të helmimit. Ai kishte dhënë adresën e gabuar 168 në vend të 186 dhe kjo vonoi ndërhyrjen e autoambulancës për disa minuta vendimtare. Autoambulanca bëriti në zonë rreth orës 23 minuta, por nuk gjeti shtëpinë dhe kërkoi ndihmën e fqinjve e më pas të karabinierëve për të lokalizuar adresën e saktë. Vetëm rreth orës 21:46 minuta ekipet e urgjencës arritën tek dera e banesës kur Turim Kola, xhaxha i viktimave dhe 2 karabinierët tentuan të hynin brenda. Mungesa e oksigjenit i bëri edhe ata të ndiheshin keq dhe u nxorën jashtë për ndihmë mjekësore. Zjarfiksit arritën më pas dhe u siguruan për banesën, por mjekët konstatuan vdekjen e të gjithë familjes. Në dëshminë e tij, xhaxhai është shprehur vazhdimisht se nuk ka mundur dot t'i shpëtonte pasi ran të fikët. Sot prokuroria ndërkohë ka dhënë detaje mbi hetimet që do të ndjekin. Kaldaja e re e banesës është nën kontroll. Do të verifikohet nëse ishte instaluar dhe kontrolluar sipas ligjit dhe kush ka kryer montimin. Banesa e bler nga Arti Kola rreth 3 vite më parë ishte banesë e re për familjen vetëm prej 6 deri në 7 muajsh. Ngjarja ka tronditur komunitetin e vogël të Porçarit, ku familja Kola ishte shumë e vlerësuar. Si shenjë zije është anulluar parada e karnavaleve, ndërkohë që në kishën San Giusto mbahet vigjilje lutjeje për viktimat. Shokët e vajzës, Jessica, në shkollën e mesme kanë mbledhur poezitë e saj dhe kanë vendosur lule dhe një tullumbace të kuqe në formë zemre para shtëpisë së familjes e cila ka humbur jetën pra mbrëmjen e të mërkurës nga gazi.